kursant të Akademisë së Sigurisë në SAUK kanë shfaqur sërish të shenja helmimi pas konsumimit të ushqimit të furnizuar nga kompania Sorial. Ata kanë shfaqur gjatë mbrëmjes simptoma si të vjella, diare, temperatura dhe dhimbje koke, duke u detyruar që të kërkojnë ndihmë mjekësore në spital. Ngjarja ka ngritur sërish të shqetësime lidhur me sigurinë ushqimore në institucion, pasi bëhet fjalë për rastin e dytë të ngjashëm brenda pak muajsh. Policia dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e incidentit dhe për të verifikuar nëse simptomat lidhen me ushqimin e furnizuar nga kompania Sorial. Më herët, në një rast të ngjashëm, 52 studentë të Akademisë së Sigurisë u helmuan pasi konsumuan ushqim të furnizuar nga e njëjta kompani, pra nga kompania Sorial. Analizat laboratorike të kryera atëherë zbuluan se makaronat e servirura ishin të kontaminuara me bakterin Escherichia coli dhe Staphylococcus. Ndërkohë, pas incidentit të parë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bllokoi aktivitetin e kompanisë dhe vendosi një gjobë prej 1.5 milion lekësh për tregtim ushqimit të pasigurt dhe shkelje të kushteve higjieno-sanitare. Megjithatë, pas analizave të mëvonshme mbi higjienën e ambienteve dhe pajisjeve të punës në kuzhinën e Akademisë së Sigurisë, aktiviteti i kompanisë u lejua të rifillonte sërish punën, pasi rezultatet dolën brenda normave të lejuara. Mirë, pra është ky lajmi i minutës së fundit, ku brenda pak muajsh, ashtu sikurse e kemi bërë të ditur edhe më herët, nga e njëjta kompani, në herën e parë 50 studentë të Akademisë së Sigurisë janë helmuar, ndërsa ashtu sikurse bëhet e ditur, vetëm mbrëmjen e djeshme rreth 30 kursant të Akademisë së Sigurisë në SAUK janë shfaqur sërish me shenja të helmimit dhe janë paraqitur me sa duket në ambientet spitalore për të marrë ndihmën e tyre mjekësore.